Avokat kohët e fundit është përfolur që Spaku ka kërkuar heqjen e mandateve për 2 deputet Kuvendit të Shqipërisë. Taoland Balla, me sa kam dëgjuar unë, për një deputet tjetër nuk e di a ka diçka të tillë, por e vërteta është në korridore, flitet shumë dhe kur flitet kjo ka ndodhur në raste të tjera, si për zotin Meta, si për zotin Berisha, kur është dëgjuar shumë në për publik që kërkohet për Taoland Ballën të bëhet kërkesa për heqjen e imunitetit, është shqetësuese fakti, edhe duke marrë si referencë gjithmonë detyrimin e paraqitjes së Berishës, që ai shkon atje dhe sapo del nga aty merret me Toyota Yaris dhe merret me Taoland Ballën, është shqetësuese ky fakt. Nuk mund të imagjinosh dot që një politikan, me ato që thot Berisha flasim gjithmonë, është bashkëpunëtor i krimit organizuar, ose bashkëpunon me krimin organizuar për të ndihmuar grupet rivale ose për të goditur grupe rivale. Në rast se ndodh kjo gjë, ka mbaruar më të qenurit socialist brenda Partisë Socialiste. Nuk mundet të flasin dot ato të cilët janë Partisë Socialiste për socializmin, se nuk kanë. Pra, nga 2013 në vazhdi kanë humbur orientimin e tyre. Ajo që unë kam dëgjuar, dhe është e vërtet, e dëgjoj, po nuk po e lidh dot, është edhe për Ballukun. Diçka ka dalë edhe për atë. Por nuk e kuptoj pse dalin këto gjëra dhe pse nuk vepron Spaku kur i ka nxjerr, sepse nuk është se ne nxjerrim ne të dy informacione. Dikush e nxjerr informacion që të përpunohet në shoqërinë shqiptare dhe të fillojë dhe sikush të fillojë dhe të bëjë diçka. Çfarë janë këto? Pazare. Pra, një reformë në drejtësi bën pazare duke shitur lajmin, shikohet si do kapet dhe në fund fare të veproj. Si puna e rastit zotit Meta, e pat ju si ndodhi rasti Metës. Sa herë ishte thirrur atje, për të na dhënë dëshmi për rrethanat e fakte këtë me radhë, dhe në fund fare asnjëri si tha që ti do të procedohesh penalisht. E mbajtën aty 4 vite me radhë dosja, dhe unë më men shumë mirë që zoti Meta i thoshte, ore më arrestoni tani që jam president, se do ketë më shumë pamje, më gjë më e bukur do jetë. Ato shkuan e vajtën dhe arrestuan në atë mënyrë. Pse duhet të bëhet kjo procedurë e tillë që ne të gjithë të dimë që një ditë do arrestohen këta, edhe Spaku vepron ngadalë? Kujt i merr porosi Spaku? Amerikanët thotë Rama ikën. S'na ikën Amerikanë, sipas Ramës. Ndërkombëtarët në tërësi ikën, sipas Ramës. Atëri bika qartësi që Rama i thosh ka njerëzit e vet që ka brenda Partisë Socialiste, që shiko, unë jam ai që ju pastroj juve. Tani, me sa dinjitet ti shkon edhe kandidon në Partinë Socialiste, ku dihet që Rama do të lëshoj. Pra, edhe për këto 2 njerëz, kur ti e din që ai krenohet për atë që ka bërë, ti kaq smundja jote është e pashërueshme që të kuptosh që dikush të ka lëshuar. Supozoj nuk janë këto 2 veta që themi. Mund të jenë njerëz të tjerë. Por ne kemi parë që zoti Rama, edhe në listën e 2021, po edhe në listën tani që do shikoni ju, nga politikanë në parlament, do t'i çojë Burgaxhi. Ky është fakt. As tash e them, as opinion. I ka bërë të gjithë pothuajse Burgaxhi. Është e pamundur të imagjinosh nga sjellja njerëzore që njerëzit që rrethon një person të jenë ata nga politikan Burgaxhi dhe ai që i ka emëruar të jetë shenjtor. Nuk e di, më gjeni një model ta studiojmë. Ky është një model shumë i rëndësishëm ta studiojmë. Nuk është e shëndetshme që të dalë dikush Burgaxhi nga politikan. Dhe kjo nuk tregon që Spaku po bën punë. Sepse Spaku ka arrestuar individ dhe ka dalë të pafajshme nga gjykatat e tjera. Raste nga më të ndryshme. Mos selektojmë në një rast, se pastaj ngel hatrin e njerëzit, nuk futemi aty. Por ka ndodhur ky rast. Dhe lavazhi që është bërë Spakut, sot unë jam shumë i nderuar
që në çdo moment kur unë kam lançuar kundër SPAK-ut, në mënyrë se si perceptohet, pra, po arrestoj SPAK-u që ke i dënuar. Këte e kanë bërë dhe kanë krijuar dy media të posaçme, por edhe Partia Socialiste. U arreston të Ilir Meta, dilje ti dhe thoi prezumimin pafajësisë, thotë ky është shitur te Ilir Meta. U arrestoi Sali Berisha, dilje flisje për prezumimin e pafajësisë, ky është shitur te Sali Berisha. U arrestuar Lën Velie, kam dalur publikisht dhe kam thënë prezumimin pafajësisë, se nuk ka lëkundje fare nga ajo gjë. Edhe Edi Rama nesër të arrestohet, prezumimin pafajësisë. Edhe Balluku të arrestohet, prezumimin pafajësisë. Çdo individ duhet të ketë këtë të drejtë. Dhe jo që këmë në pranga dhe të kënaqen. E di që nuk bëjnë këta? Te që se bëjnë se si janë banë. Dhe është diçka që nuk e bëjnë sepse nuk e bëjnë se kanë qëllime të tjera. Zotëri, burgu i bën pasanik, se një gabim procedurial të bësh ti se SPAK, i bëj që ne të paguajmë dëmin që i ke shkaktuar këtë burgaxhiu që ke fut brenda. A ka vjedhur? Se ke kapur në flagrancë? Shko bë llogaritjet e pronave, të gjitha atyre gjëra që ka ai ka ndërtuar, se është sigurt që kanë bërë gabim, e kupton? Është si puna e saj 77-42, ndërkohë është 49. Por në rast se ti si SPAK bë sekuestrimi, bën llogaritjet dhe të del që është 42-77, do thotë çka nuk shkon me matematikën aty, diçka ka lëvizur. Në rast se ti bë sekuestrimin dhe nga llogaritja do del 77-49, atëherë çdo gjë në rregull i bër filtrimin, mbaroi situata. Jo ti tani të kthesh 300 vite para, ku ti sapo ke dalë si institucion dhe thosh tani po merr me pastrim produkteve dhe veprës penale. Të gjithë politikanët që janë kapur me këtë akuzë të gjithë. Pastrim të produkteve dhe veprës penale. Që të kapësh një individ për pastrim të produkteve dhe veprës penale, duhet çdo veprimtari që është kryer të jetë e kundërlishme dhe e palishme dhe të ka ardhur si rezultat të krimit. Si do konvertosh ti korrupsionin pasiv nga krimi, kur ato kanë ardhur në mënyrë të lishme? Një kjo. 2, se ti ke barrën e provës, prokuroria ka barrën e provës në gjykatë. E dyta, si ti zotëri do futesh edhe do të bësh një analizë të dur të veprimtarisë e një person që ta çosh në bankën e ata akuzuarve dhe ta dënosh në fund fare? Si do ta bësh? Cilat janë provat e tua? Thashë themet? Po me thashë themet ai do marrë pafajësi. Dhe në rast se ai merr pafajësi, atë çfarë ti do bësh? Do paguajnë taksat shqiptarët. Dhe do dali burri mirë, Dumani, Dado dhe të tjerë. Po jo, nuk shkon kjo gjë. Se për të bërë ty kështu gjyqtar gjykatës kushtetuese, për të favorizuar ti, ato lek i merr, jem rregull. Por në rast se ai deli pafajshëm, ne do paguajmë atë tjetër për pafajësinë.